Në datën 6 gusht 2026, pamfleti publikoi shkrimin me titull Endri Haxhiu, Zari Blendi Gonxhes ka ndërhyrë në 114 monumente kulturore dhe ka firmosur 171 ndërtime në zona arkeologjike në Shkodër dhe gjithë Shqipërinë, të provuar me fakte për shkatrimin dhe zhdukjen e vlerave të trashëgimisë historike. Menjëherë pas shkrimit dhe paralajmërimit ton për publikimin e bëmave të tjera, faqja zyrtare e vendimeve u mbyll nga ministri Gonxhe dhe zari i tij, Endri Haxhiu, sekretari i Institutit Kombëtar të Trashëgimisë kulturore dhe kryetari i Këshillit Teknik, por pamfleti i disponon të gjitha vendimet. Referuar të dhënave zyrtare, rezulton se gjatë 7 muajve janar korrik 2026 në detyrë, Endri Haxhiu ka miratuar dhe firmosur në total 237 vendime si sekretari i Institutit Kombëtar të Trashëgimisë kulturore materiale dhe 111 vendime si kryetari i Këshillit Teknik. Sipas konstatimeve, 156 vendime janë me relacione miratim lejesh për të kryer ndërtime në zona arkeologjike e të trashëgimisë nga kompani private, disa muaj pas nisjes së punimeve për resorte, kulla, hotele, komplekse pallatesh e vilash, madje edhe pas përfundimit të ndërtimeve. Sipas ligjit, verifikimi, relacioni dhe miratimi i lejeve për të kryer punime ndërtimi e restaurimi në zonat arkeologjike dhe objekte të trashëgimisë kulturore duhet të jepet para marrjes së lejes së ndërtimit ose minimalisht para nisjes së punimeve. Por Endri Haxhiu i Blendi Gonxhes ja ka dhënë relacionet dhe miratimet formale false pas nisjes dhe kryerjes së ndërtimeve, me mashtrime sikur nuk cënohen zonat arkeologjike e monumentet e kulturës, duke lejuar masakrën në vlerat e trashëgimisë kombëtare. Ja disa vendime me leje arkeologjike false, të dhëna pas nisjes dhe përfundimit të punimeve. Vendimi numër 53 datë 20 maj 2026 me objekt miratimin e raportit të vëzhgimit arkeologjik për kullën Paskone, Godin, banimi dhe shërbimesh me 15 kate mbi tokë dhe 1 kat parkimi nën tokë në rrugën Fanoli Kamës me zhvillues kompaninë Kontakt të Fatmir Bektashit e dhëndrit Jamar Maltezit të Sali Berishës. Vendim numër 73 datë 26 qershor 2026 me objekt miratimin e raportit të vëzhgimit arkeologjik të kullës Naja, Godin, banimi dhe shërbimi me 17 kate mbi tokë dhe 2 kate parkimi nën tokë në rrugën Gjon Simoni Tiranë, përsëri me zhvillues kompaninë Kontakt të Fatmir Bektashit e dhëndrit Jamar Maltezit të Sali Berishës. Vendim numër 38 datë 13 shkurt 2026 me objekt miratimin e raportit të vëzhgimit arkeologjik për lejimin e zbatimit të projektit resort multifunksional me vila e shërbime Amantes faza 1 dhe 2 në Imar nga kompania Bega 07 e trafikantit Arben Muçobega dhe Capital B, pas të cilëve qëndron ministria Mirela Kumbaro. Ja falsifikimi dhe mashtrimi që ka bërë Endri Haxhiu i Blendi Gonxhes. Miratimin e relacionit arkeologjike të trashëgimisë e ka dhënë më 13 shkurt 2026, rreth 2 vjet pas lejes së ndërtimit dhe nisjes së punimeve. Madje përveç falsifikimit të relacionit, shkelja e drejtorit Endri Haxhiu është shumë e rëndë, pasi ky resort po ndërtohet në gjirin e Llamanit në Porto Palermo, që është shpallur zonë mbrojtur, park natyror me pasuri arkeologjike, ku ndalohet çdo lloj ndërtimi. Vendim numër 32 datë 13 shkurt 2026 për miratimin e raportit të vëzhgimit arkeologjik për projektin kompleks hotelerie, banimi dhe shërbimesh 5 kate mbi tokë e 2 kate parkimi nën tokë në Radhim me zhvillues subjektin Bajtel Bojo Resort, ku shkatrimi është kryer megjithëse është zonë arkeologjike ku nuk lejohen ndërtime. Vendim numër 33 datë 13 shkurt 2026 për miratimin e raportit të vlerësimit arkeologjik në kuadër të projektit kompleks rezidencial me 13 kate mbi tokë dhe 2 kate nën tokë në Vlorë me zhvillues subjektin Regina Group Construction. Miratimi dhënë pas nisjes së punimeve, si dhe është zonë me potencial arkeologjik të trashëgimisë kulturore ku nuk lejohen ndërtime. Vendim numër 63 datë 10 mars 2026 për miratimin e projektit DES për ndërhyrje emergjente në 7 monumente brenda Parkut Kombëtar Arkeologjik të Butrintit me aplikues Atria Studio dhe zhvillues Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit, kur faktikisht këto ndërhyrje janë kryer më parë, ndërsa Endri Haxhiu i Blendi Gonxhes ka miratuar relacionin fiktivisht. Vendim numër 61 datë 10 mars 2026 me objekt miratimin e projektit Bënja, destinacion ndërkombëtar turistik në Përmet, brenda zonës mbrojtëse të monumentit të trashëgimisë me aplikues Genti Çupi dhe zhvillues Bashkia Përmet, ku ndërhyrjet me beton nisën para 1 viti dhe kanë përfunduar vijon.